Ju, çfarë sakrificash keni bërë në martesë? Qofshin burrat për shembull, çfarë kanë bërë për gratë që kanë tani aktualet, një sakrificë për ta bërë atë për vete, dhe çfarë kanë bërë gratë, një sakrificë për burrat. Po ja u them këtë sepse ndiqeni me kujdes, sepse ka disa rituale ose disa zakone në mbar botën që do t'ju bëj që të reflektoni thellë. U shështu rastisht e t'i bëj like faqe si të shihni sërish dhe të gjojeni me vëmendje. Nuk ju kushton asgjë, ndaj e them gjithmonë, kështu që më falni. Për shembull, në një fshat të humbur të Vietnamit, meshkujt për të bindur dashurinë e tyre, për të bindur vajzat që i duan këto vajza në mënyrë ekstreme, çfarë bëjnë ata? Presin krahët që t'u tregojnë atyre dashurinë. E dëgjuat mirë, presin krahët që t'u tregojnë dashurinë. Për shembull, në një fis në Tanzani, gratë ecin me 4 këmbë gjymtyr të paktën 1 kilometër. E dëgjuat mirë, derisa u bëhen gjunjt copa, ju bëhen gjak. Dhe e dini se sa është 1 kilometër, ne na duhet paktën me këmbë 1 orë. Tani merre me mend se si bëhet në qoftë se do ikish me gjunjë dhe me duar. Bile, ka një vend tjetër, gjithmonë në Afrikë, që gratë presin gishtat. Po, presin thonjt, pra majet e gishtave, e kemi bërë të në emisione, presin gishtat për të treguar dashurinë burrave. Kurse, apashët, në vendet amerikanët e vërtet, pra indianët e dikurshëm, që i thonë indianë, por janë amerikanët e vërtet, për ata nativi amerikanë që quhet, ata kanë një tjetër, disa prej tyre, sepse ka disa fise, një fis për shembull, kanë një kuvert që e quajnë si kuverta e shenjtë. Nëse nuk ka kuvertën e shenjtë, mashkulli, nuk mund femra, nuk mund të martoj mashkullin. Bile, ka disa vende që një fis tjetër që mashkulli lutet të paktën për 1 javë. Pra qëndron në një vend, bën agjërim dhe lutet të paktën për 1 javë që të ketë gruan për tërë jetën dhe që mos ketë probleme. Ju e dini shumë mirë që fiset amerikane të dikurshme janë tepër serioz në martesë dhe kanë një pafundësi ritesh. Por unë ju tregova vetëm disa nga këto rite. Do t'ju tregoj disa vende të tjera. Për shembull, ka edhe në Bullgari, për shembull, ka një që dikush i vlerëson këta ose i cilëson si rom, ose si i themi ne si gabel, rom. Këto, për shembull, vajzat, në qoftë se nuk janë të virgjëra, nuk mundet të martohen. Pra, ato deri në momentin që natën që do martohen, nuk zhvirgjërohen. Pra, qëndrojnë të pa prekura. E di që dikush nga ju thot që ka dhe nga ato që shkojnë edhe qepen. Mirë po, kohët e fundit kanë filluar që ti zbulojnë me anë të një sistemi që nuk e kuptova si, nuk dua të futem në ollësira në këto, dhe e zbulojnë që nëse është e qepur ose jo. Ka disa fise të tjera, për shembull në periferi të Kinës, pranë Tibetit, ku aty, duke qenë një vend malor dhe nuk ka shumë burra, vajzat i blejnë, pra blejnë burra. Pse po e them këtë? Sepse në çdo cep të botës ka disa zakone që ne nuk i njohim. Tani doja t'ju pyesja juve, aty ku jeni, aty ku gjendeni, çfarë zakonesh ka për sa i përket martesës? Për shembull, në trojet shqiptare ka zakone të ndryshme. Për shembull, është në momentin e fejesës, nëse ti nuk bën pajën, nuk mund të martohesh ose të fejohesh. Apo jo? Më thoni tani se çfarë paje bëjnë
meshkujt dhe çfarë bëjnë gratë ose nuset. Shkëmbimi bëhet vetëm nga njëra anë apo të dyja. Sepse ka vende, për shembull, që dhëndri shkon dhe bën dhuratë, ndërsa nusja jo. Ka disa vende. Dhe pyetja ime është, pse të gjitha, si është e mundur që disa i kanë, disa nuk i kanë, dhe pse përdoret kështu? Dhe tjetra, ju, çfarë keni bërë diçka të veçantë për martesën tuaj? Pra, çfarë keni sakrifikuar? Tani qoftë me lajmësi apo jo me lajmësi, secili ka bërë pjesën e vet. Normal që në momenti që njihesh me një vajzë ose me një djalë, secili bën sakrificën e tij. Për shembull, dikush bën sakrificë sepse disa meshkuj janë tepër televizur dhe kanë disa vajza. Dhe është e vështirë për ta që të lënë vajzat e tjera për të ndëjtur me një. Pra, kjo është një sakrificë, sidoqoftë. Ka disa vajza që nuk duan të largohen nga familja, për shumë arsye, nga nëna, babai, motra, apo ku ta di unë, dhe sakrifikojnë. Bëjnë sakrificë që dhe fillojnë dhe qajnë ndonjëherë. Tani, ka të tjera që duan që t'ikin, për shembull vajza po flas, po ka dhe meshkuj që nuk duan dhe duan të rinë me prindrit. Pra, çfarë sakrificash keni bërë ju për martesë? Ose për të jetuar me një njeri. Pse po e them këtë? Sepse sakrifica është, së pari, është një virtyt. Sepse ti kur bën sakrificë do të thotë që ti di të jetosh në komunitet, pra me një njeri tjetër. Dhe tjetra, sakrifica është një akt shumë i vjetër. Nëse e mbani mend, sakrificat për shembull bëhen edhe në të gjitha besimet fetare. Në të gjitha besimet fetare bëhet sakrificë. Për çdo lloj gjëje, në këtë rast po e them dhe për besimin. Bile në përbesime, nëse keni vënë re, ka disa vende për shembull ose disa besimtarë që godasin veten e tyre për të ndëshkuar veten e tyre se si është si sakrificë. Për shembull, edhe në këto besimet, në të gjitha besimet, sepse nuk dua t'i citoj tani, por të gjitha besimet bëjnë autosakrificë. Pra, kur flasim për besimet, është gjëja me lasht, sepse nëpërmjet besimeve fetare ti kupton lashtësinë e një populli. Kështu që sakrifica është një akt shumë i lashtë. Dhe të bësh një sakrificë do të thotë që ti sakrifikon vetveten për t'ju dhënë tjetrit. Dhe tregohet që nëse ti bën një sakrificë, të rikthehet për 3 herë. Për shembull, ti nëse bën sakrificë për martesë që dëshiron që martesa jote të shkojë mirë, padyshim, në këtë sakrificë që ti bën, sa aq e madhe është sakrifica, aq është edhe kohëzgjatja dhe mirësia, si mund të quhet, se s'më vjen tani në shqip, e martesës tënde. Pra, në të gjitha kulturat ekziston sakrifica. Do kush e thash këtë sepse nuk kemi folur asnjëherë për sakrificën e njeriut dhe pse sakrifikon njeriu. Ne sakrifikojmë për motrën, për vllajën, për fëmijët tanë, sakrifikojmë. Ndonjëri sakrifikon edhe jetën. Për çdo gjë sakrifikojmë. Mirë po, duhet të dini se siç u thash që përveç se sakrifica është diçka e lashtë dhe gjendet së pari në të gjitha kulturat, po dhe përveç se është një sakrifica, një akt shumë nobël, sakrifica është edhe dashuri, sepse ti nëse nuk ke dashuri, nuk mund të bësh sakrificë, nuk të vjen të bësh sakrificë. Kështu që do të dëshiroja një komentin tuaj se çfarë mendimi keni për sakrificën, sa keni sakrifikuar ju, si keni sakrifikuar, dhe le ta diskutojmë. Për shembull, unë kam sakrifikuar, që është e vërteta, shumë kam sakrifikuar në fillim, sepse kisha një jetë që duke jetuar artist, duke jetuar si artist dhe duke qenë gjithmonë duke u bredhur majtas djathtas,
dhe ishte vështirë që të qëndroja dhe të jetoja me një grua dhe të isha i martuar, i lidhur, si I themi ne nga Vlora. Kështu që pres komendet tuaja, ju përqafoj. Kalofshi një diell të bukur.